Top Fare. Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare dhe ore si që ndodh gjithmonë në këto orë bie telefoni dhe ne asnjëherë nuk e dim se kush është. Po gjithsesi, alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tori. Kush është? Po Tori. Jo. Jo mora se kam një problem familjar që më hapët juve. Ne, çfarë bëm Po. ne mor zotëri? Ti e di ç'ke bër. Ç'ka bër more? Big Brotheri na ka probleme familjare, o zotri. Po mi i vrimi bini ju. Ha. O normal, se për atë vrim po bëhet gjithë debat. Po ç'a ndodhi kësaj here, më lëre tani. Shprehu, po dëgjojmë. Dy vlezër që flasin për 4 vite u pajtuan. Po. Për qafime, lot, muzik, drame madhe. Po, moment shumë i bukur ishte. Ku është problemi këtu? Momenti bukur për ju, po për mua katastrofë. Po pse? Se kam 5 vjetë që s'las me Thorin, miku tim me vllajin. Muhabet tokash edhe ju. S'po i ndani dot. Tori, toka, Tori. Po pra Tori vllai jot dhe muhabet tokash po zjeni edhe ju me vllajin. S'po i ndani dot. Ore Tori. Po pra ti me Torin po ziheni për muhabet tokash. Po, ne i ndam, po a i ma futi. Tori. Pse? Mori ato më të mirat. Prandaj që ka caruar ti, po sta kemi fajin ne mër zotri. Që ke prekur. Jo, vetëm u preka, por u frymzova. Thash pse të mos hy dhe unë Big Brother pajtohem, po unë kam një problem. Cili është problemi? Se kthej do të qafën. Prit tani. Ti kërkon të... Kur më thonë në emër, kthehemi tërë, plot pallati. E kuptoj. Tani, ti kërkon të hysh në Big Brother vetëm që të pajtohesh me vllajin? Po, sepse në shtëpi kemi provuar çdo gjë, telefon, mesazh, kushëri, s'ka funksionuar. Dhe mendon se zgjidhja e vetme është kamera 24 orë. Po, sepse në shtëpi kemi provuar çdo gjë, mesazh, telefon, kushëri, apo e thash. Tori. Pas ke ardhur me skenar gati. E kuptoj. Nuk e di ku është zgjidhja, po di që të flas në emër gjysmë fizin dhe nuk flasin fare. Po ç'po thua më ti pas ke dalë me zarf të zi. Mos u tall me mua se unë njeri t'i kam rënë dhe e hoqa. Një që na lini deri 2 natës pa gjumë, po na fusni apo jo? Po. Na fusni sherr me familjen, ç'na bët? Po qa sherri më se na fiksove tani. Ti si me gjenë nominim mër zotri që do të hapësh debat me patjetër. Nuk ka prime këtu. Po deshe të... Shpejt se po merë Erik Loshin telefon. Erik... Pra do të futesh dyshe me Erikun. Jepi se po më merë, nuk di si bëj. Po vazhdojmë, ne po vazhdojmë me emisionin pra. E plakti. O zotri, të lutem tani mos shajse. Jo ti, se po flas me Erikun. Qa po thua mërë? A ke plak? Po mos shajve, që duhet ty tani a kam unë plak ajo? Po nuk po të shaj një pyetje të bëra, a ke plak, a s'ke plak? Unë do të përgjigjem si Arber Hajdari, nuk kam plak, kam mama. A flet me të tëmë? Flas me të tëmë. Me ti me më nuk flet do dhe ka ikur. Atëherë flas me timen. Po. Ne, unë kam 2 ditë nuk flas. Po pse? Po se ka 2 ditë që ka ikur, si të flas? Po ku iku, ma e quat nominim? Iku. Po të kisha, e të shifja Big Brotherit, po? e thoshtë ajo, u pajtua këta, ju 2 turp, të me dhe kjo ishte fantazma. E kuptoj, po mire ka pasur, tani lenim mlefet, pajtohuni. Po s'mbaroj me kaq, më tha, dili është tivi makinës si përqafo vëllan. Tori! Po shumë mirë ka thënë. E qa bërë ti, hibe makinës do me thënë, si shkoj? I thash, fantazmës. Këto punë s'bëjë këshu, dua regji. Do regji?
Jo për vitri, jo, dua regji. Po pra do regji, do regjizor. Po, Po pse? duhet hapet derat, luaj një muzikë dramatike, thot një zë, dikush ka ardhur për ty, tori me ike. Ti do pajtim kështu me efekte speciale alla Big Brother, domethënë. Po, pajtim strukën na pajtoj. E kuptoj. Pra dhe ti për këtë uzure me nënën. Me fantasmën e nënës, po. Domethënë tani nuk flet as me nënën as me vllajën, u bën dy. Po, me nënën s'kam si flet, po, midhje. As me grua nuk flas, tori. Po me gruan çpate more. Po kam një dreq Baxhanaku se duroj do të dreqin e grua e thot pajtoni si bë ata në Big Brother uzura dhe me gruan. Po pse më çat ka bër Baxhanaku ty? S'ka gjë. E di si e ka emrin Baxhanaku? Viktor. Po i thrasin Viki. E kuptoj. Pra vllai e pas ka Tori, Baxhanaku Viki. E po ti bësh bashk Viktori, pa e shef pra vllai është Baxhanaku është si vllai. Pse zihesh me Baxhanakun? Tu po merr fund bota të quhet Baxhanaku vlla. Po ai ka dhe tipin që futun dhe thot ti bëj si dush, po unë për të birën tënde të them, kupton? Po më tani ta thash pra Baxhanaku është në vend të vllajt, mos u zi, se vën në sikletët e nusen dhe kunatën pastaj. Nuk kam telefonuar për moral, kam telefonuar me zgjidh hall. Po si ta zgjidhin pra, na e thuaj aty dil. Pusni Big Bra. Po çau bë këtu, u lirua? Jo, unë gati jam. Për çfarë je gati më? Për gjithçka, nominim, debate, banjo me radhë, vetëm pajtohem me familjen. Po pse nuk shkon ti takosh e të pajtohesh që sot po duhet patjetër të futesh Big? Jo, pa kamera nuk ka efekt, pastaj të martën del Gimbo fute mund. Pra ti do pajtim, pa do pajtimin me audiencë, pajtim prime. Po normal, se tani në familjen time janë bërë 3 fronte. Unë, vllai, Tori dhe Viki. Si i miri, i keqi dhe i shëmtuari, por mos harro, unë jam i bukri. E kuptoj, mirë. Por nëse ju qekeni në 3 fronte, nëna, plaka, ku është këtu? Plaka te Vorrez. Qa thuela? Rin divane, thot ja, shiko si pajtohet njerëzit. Hajde se po merr prapë Erikun, pafshi. Hajde, flit me Erikun. O ç'na ka gjetur. 18:43 minuta shënonore. Erik Loshi po merr në telefon se do vinë emision. Kështu që ja ku e bëm dhe me rim. Ikim në muzikë dhe rikthehemi vetëm pas pak. DJ Kedos, bëj më të mirën siç bën gjithmonë. Jemi rikthyer në këtë pjesë fund. Po merr Erik. Merre. Jo, do na hapja të thuj mos shaj se jemi live. Okej, ora më mbylli prap. Mos ka, nuk ka ofertë. Do marrim Erikun tani. Po, marrim Erik Loshi. Alo. Je poshtë, jemi live. Sa ta mbyllë pjesën Erik edhe do të zbres të marr. Mirë? Okej, faleminderit. DJ Kedos, na çote ka jo baza e lajmeve sepse keni dëgjuar çfarë keni dëgjuar, por jo në këtë lloj forme. Ta vesh telefonin live. Ç'të bëjmë? Me këto kushte tani. Federata Polake premton bonus $4.2 milion për lojtarët nëse mposhtin Shqipërinë. Bukur shumë. Na jepni 4 ju alem vet, thuhet kanë thënë shqiptarët. Lajmi i mirë para Polonisë. Broja sot ndez motorët për kombëtaren. Por kur pas sa kishte shkuar nafta, i fiku që të mos harxonte shqiptar Broja apo. Bravo Broja. Broja me motor. Të jemi të gjithë si Broja. Çfarë motori mund të ketë Broja? Se ti merr vesh nga makina. Po Broja e nisi sigurisht në 6.3, po model ai 3000 naftë kështu si. Franca detyron supermarketet të dhurojnë ushqimin e pashitur për njerëzit në nevojë. Në Francë, ushqimi i pashitur shkon për të varfrit. Te ne shkon në vendosje date skadence të re. Na godite me këtë. Bie fertiliteti në Europë. Shqipëria mes vendeve me lindshmërinë më të lartë në kontinent. Shef Memi. Shef Gigi. Xhel. Kina
1 milion banor, 5 minuta, qep Xheli. 1 miliard. 1 miliard. Por çfarë çon kinën gjithmonë ke fiksim për ta thënë 1 milion. Është propagandë populiste. I vuri flagën banesës së komshiut pas një konflikti për motive të dobta, arrestohet në Berat 53 vjeçari e Buçi. Po. Ky lajmi është për gjithë ata që thonë në Shqipëri nuk ndodhin gjëra të çuditshme. Ja, Bravo me i dokumenta. Ish reperi balen shah, jo po, balen ping-pong, drejt postit të kryeministrit të Nepalit. Është si me thënë noi si kryeministri këtu, a kupton? Okej. Se kushta Juela më duke tha, ç'është table tennis, tenisi në tavolinë, shau tha. Po, Bravo. Me gur. Jemi me ty Luela. Luela, dorë trokitje për Juelën. Bravo, O vazhdo. hero, gjithë Shqipëria aty të do. Vazhdoj. Fitoi për herë të parë një çmim Oscar, aktori i njohur i Hollywoodit vazhdon traditën e hamburgerave. Po. Ky ishte një mesazh me kod që domethënë tani që mora Oscar do hap bukë me këtë profesion. Bravo i qoftë. Ozempik shkëput kockat, studimi ilaçi GLP1 ndikim tek nyjet. T'japim edhe kasapit e lagja ime Juli se peshon mishin mi fute kockat brenda. Më shkon 10 kg mish, mua tul 2 kg ka. E po si thaj mishi tretet kocka mbetet. Po. Edhe për të gjithë ju që mendoni se jeta juaj po shkon keq, merreni shtruar se ka edhe më keq. Si për shembull Donald Trump detyron anëtarët e stafit të tij të mbathin këpucë të markës që ai preferon. Çare? Po është era e parë Juli që një administrat politike ka dhe kod veshje për këmbë tani. Jo, po mos i vish po deshe. Sekretari i shtetit i kishte veshur dhe fotot janë bërë virale, i rinin të mëdhaja, po çat thoshte i shkreti, duhet i vishte. Po s'kishte çfarë thoshte sepse këto ishin ato çfarë kishin përzier për sa i përket lajmeve. Kush tha? Po si ka? Po nuk e ka, ish more. Po pra, duhet të theksojmë që burimi i sigurt të informacionit është vetëm pjesa e parë. Pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e dy moderatorëve këtu në studio. Ndërkohë, mora vesh që këtë rubrikën janë duke na e kopjuar të huajt. Kujdes se i kemi me dokumenta, ju vjen gjoba direkte te shtëpia, ne jemi me libra të rëndë. Numrat e Dhërat kontaktit. dhe numri. Ju përshëndes Si edhe ishte ajo? kalofshi sa më gonçëm. Më lini të pi, më lini të qaj, Po. se sot isha i ftuar në dasmën e saj. Po Eril Kloshi do të vijë Jo, se vetëm. ka thënë Eriku këtë. E ka thënë një këngëtar Po mirë, tjetër. se po- Erik, ta bëj pak spoiler për që të rinë njerëzit këtu, a Juli? Po jo më, si këto po jo më teknikët. të spoil se vjen not proteste nga djali huaj. Ti iki ta marr unë atë poshtë, Ik ju me vazhdoni Erikun. qëndroni këtu me ne, rikthehemi sërish në pjesën e dytë me Erik Loshin.